ndërtimi mund të jenë patundshmëritë, futen si aksionar në biznese që mund t'i quajmë të lehtëshme. Fenomeni i kompenzimit, punë për banesë, banesë për punë. Kapitan, në analizat e policisë të Kosovës, në cilët sektor në Kosovë ka potencial edhe rrezik me pas ma shumë shpërlandje të pareve? Në analizat që i bën policia e Kosovës, cilat analiza janë periodike, mund të jenë edhe vjetore, zakonisht ato analiza shpërndahen në të gjitha sektorët e mundshëm, por këto do të thotë këto analiza kanë rezultuar që më së shumti sektorët më të targetuar janë ndërtimi, mund të jenë patundshmëritë, por në raste specifike kemi edhe të veprimtaritë që ofrojnë shërbime të natyrave të ndryshme. Qysh më rrinë me u shpërla parja në ndërtime në Kosovë? Zakonisht këto janë forma të ndryshme që përdorin grupet apo organizatat kriminale. Ata futen si aksionar në biznese që mund t'i quajmë të lehtëshme, apo edhe blejnë aksionet të ndara, por zakonisht kjo bëhet me anë të investime me pare kesh, në formë të huazimeve dhe formave tjera më të lehta. Përmendet që njëna prej problemeve të mëdha në sektor të ndërtimit, fenomeni i kompenzimit, punë për banesë, banesë për punë, në këtë fenomen. A e shihni ju si rrezik këtë fenomen dhe a është kjo realisht rruga që përdoret për në mbrimi shpërla paret? Format e kompenzimit janë forma shumë të shpreha të ndërtimit, sidomos të ndërtimit në Kosovë. Dhe në këtë rast, mundësia e grupeve kriminale apo kriminalëve që të fusin parat me lehtë, por unë besoj që po bëhet një punë e madhe tani në Kosovë, duke formuar grupet e përbashkëta apo Joint Investigation Teams, ku i kemi të involvuara policinë, ATK-n, doganën, dhe kur këto tri institucione bashkëveprojnë në hetimin e këtyre rasteve, do të jetë shumë e lehtë arritja e qëllimeve për parandalimin e këtyre rasteve, duke involvuar gjithnjë, duke na mbështetur gjithnjë në këtë rrugë edhe njëjtë Kosova apo Njësia e Inteligjencës Financiare.